Galeria e Arteve Shkodër hapi dyert për edicionin e 19 e ekspozitës kombëtare Salloni i Vjeshtës, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të skenës artistike në vend. Me temën midis linjave dhe ngjyrave, ekspozita mblodhi rreth 70 artistë nga Shqipëria dhe diaspora, duke sjellë një dialog të gjerë mes formave, mediumeve dhe qasjeve të ndryshme bashkëkohore. Në fjalën e tij, drejtuesi i Galerisë së Arteve, Fatmir Juka, theksoi rëndësinë e vazhdimësisë së Sallonit të Vjeshtës, i cili prej gati 2 dekadash mbetet një platformë e hapur për krijuesit e rinj dhe autorët e afirmuar. E rëndësishme është që Shkodra mbetet një pikë referimi për artistë e pjesëmarrës që vijnë jo vetëm nga Shkodra, por nga Tirana, nga Durrësi, nga Lushnja, nga Berati, nga Kuksi, nga Malizi, nga Kosova, edhe nga Amerika kemi, dhe nga Italia kemi. Pra mbetet një event kryesor që përpos sasisë po kërkon gjithmonë një cilësi prezantimi, por dhe po zgjeron territorin e prezantimit. Kuratori i këtij edicioni, arkitekti Olsi Plasa, nënvizoi konceptin vizual të ekspozitës dhe mënyrën si artistët të ndërtojnë marrëdhënie mes hapësirës, linjave dhe ngjyrave. Një kurator që është arkitekt dhe piktor do ishte shumë herë më mirë për ta bërë këtë pjesë. Koncepti jam munduar që nëpërmjet titullit që kam dhënë t'i zej ose t'i gjej vendin gjithë punëve pa ndërhyrë te njëra tjetra, edhe të jenë në dukje për të parë edhe për shijuar nga të gjithë. Juria vlerësoi krijimtarinë e autorëve pjesëmarrës duke ndarë çmimet kryesore të këtij edicioni, të kësa çmimi vepra më e mirë u shpall ajo e artistit Arben Suma, me çmimin autori më i mirë u vlerësua Agron Ujkashi dhe me çmimin e risisë Genti Spirolavi. Salloni i Vjeshtës do të qëndrojë hapur për publikun në ambientet e Galerisë së Arteve Shkodër përgjatë gjithë ditëve në vijim.